doja diçka, doja të bashkoja dy gjëra, pra pasionin tim për kinematografinë, të cilin në një farë mënyrë arrita ta zhvilloj më tepër kur isha në Belgjik, kur do thoni juve në një moment, besoj si shumë të tjerë, kur ishim në atë periudhën e izolimit, në Covid. S'kishe ç'a bëje dhe edhe besoj që periudha e izolimit na ka shërbyer të gjithëve për të kuptuar pak më mirë veten, se ne në një jetë me ritme kaq shpejta sa kjo që po jetojmë, e kemi praktikisht pamundur të njohim veten dhe të marrim çik hapësirë. Për të reflektuar dhe për të parë çfarë mund të bëjmë mirë apo çfarë mund të përmirësojmë më shumë. Një moment që u ndalëm edhe reflektuam mbi jetën tonë, se sa kot fare edhe boring ishte. Arsi filloi të mendonte seriozisht për podcastin. Unë është e vërtet në atë periudhë, domethënë mendoja se çfarë mund të bëj dhe ju afrova një çik më tepër botës këtyre social media, fillova të eksploroja më tepër Instagramin, fillova të kuptoja se si bëheshin këto videot që në një farë mënyrë të jep edhe ato gjërat e para se si mund të krijosh video, nuk është një gjë kaq kot. Megjithatë përveç asaj, fillova të mendoj, okay, tani kam arritur edhe një nivel gjuhe frëngjishtje të mjaftueshme, pse mos të bëj atë që kam dashur gjithmonë të bëj, të futem në një kurs aktrimi. Më thënë, e ndjeja veten gati, edhe nga ana tjetër, siç e the edhe ti. Okej, po e pranoj. Ishte ai momenti që thua, okay, këto që kisha për t'i bërë si juriste, të tjera, ca qëllime që shikoja si arritje shumë të mëdha i bëra, po ishin pak boring. Zbulova që ishin pak boring. E the vetë fjalën boring. Jo, e the vetë ti që po e konfirmoj. Tani jo që ta din njerëzit, Arsela e ndjek jetën kulturore, sidomos shumë në Belgjik, por edhe këtu në Shqipëri, sa herë që vjen, ti vjen shpesh, e ndan jetën midis Brukselit edhe Tiranës, ndjek shfaqjet e teatrit, ndjek filmat, je e përditësuar, njeh po them prodhimin kulturor. Po. Është e vërtet, përveç jetës kulturore, sidomos kinematografike që ndjek në Belgjik, domethënë mundohem të shoh pothuaj të gjitha filmat që dalin, edhe në Tiranë sa herë vi, po edhe kur jam kthyer nga studimet e mia si studente, po themi nga Italia, un kisha nevojë të jo vetëm të mbushja shpirtin, të ushqeja shpirtin me atë jetë kulturore që ofronte Tirana, sepse në një farë mënyrë nuk ishte lehtë të vija nga Milano në Tiranë dhe vetmja mënyrë për ta përballuar një çik dhe për të ndjerë më e gjallë ishte të thithja ajër artistik dhe ndiqja mbaj mend shumë shfaqjet teatrale, sidomos, sigurisht edhe filmat që mund të shihja, të gjitha ato që mund të shihja i shihja. Dhe kjo erdhi domethënë si nevojë, kisha të domosdoshme që të mbaja një farë ritmi. Dhe nga ana tjetër, e di si testojnë zakonisht njerëzit që duan shumë teatrin. Ja, po e vendos përballë një situate të tillë Arsi në këtë moment. Ma bë paketën të vështirë. Je në teatr, Arsi, është një prej shfaqjeve me aktorët më dinjitoz ndonjëherë. Fiken dritat. Dhe dëgjon një zile telefoni të si do reagoj. Apo, do të them fiken dritat që fillon. Po, është gati për të filluar shfaqja. Për mendimin tim është shumë situatë nuk tregon respekt. Të ka ndodhur ndonjëherë të kesh reaguar pasi ke dëgjuar? Ka ndodhur që e kam, do të them që ka ndodhur kjo gjë, por ajo që mund të bëj unë në këto raste është të bëj një të fortë.